Vijon seanca dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë në lidhje me kandidaturat për të qenë pjesë e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ne do të shohim tani ecurinë e tregjeve në sesionin e sotëm, ku në tregun e brendshëm vjetre një rritje mëtejshme e dollarit amerikan për shkak të rritjes së kësaj monedhe në tregje ndërkombëtare në mënyrë të veçantë në raport me euron në sesionin e kaluar. Referuar dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, dollari ka fituar edhe 0.48% të vlerës. Në raport me lekun, mesatarisht këmbet me 81.94 lek, ka shkuar shumë pra nivelit mesatar të 82 lekve. Ndërkohë moneda europiane vijon të qëndrojë pra niveleve më të ulta historike, mesatarisht një euro blihet me 96.63 lek në rënje të lehtë me 0.03%. Franga zvicerane ka humbur 0.2% të vlerës, kuotohet në 105.28 lek, ndërsa paundi britanik është rritur me 0.3%, ka shkuar pra nivelit mesatar të 112 lekve këmbet me 111.95 lek. Dollari kanadez është në rritje me 0.13%, këmbet me 59.89 lek. Në ecurinë e dollarit australian, kjo monedë realizon fitimet më të mëdha. Në raport me lekun me 0.72%, këmbehet me 57.4 lek. Jeni japonez është në rënje të lehtë me 0.04%, mesatarisht këmbehet me 0.52 lek lira turke. Gjithashtu ka ndryshuar shumë pak në rritje me vetëm 0.01%, këmbehet me 1.88 lek dhe juani kinez, mesatarisht këmbehet me 11.81 lek në rritje me 0.08% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor, ndërkohë në tregje ndërkombëtare, investitorët vijojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me gjeopolitikën, por presin njëkohësisht fitimet 3 muajore të korporatave dhe të dhënat ekonomike. Në fokus të investitorëve ndër tjera janë edhe zhvillimet që kanë të bëjnë me rezervën federale. Javën e kaluar, ditën e premte, presidenti amerikan Donald Trump ka zgjedhur Kevin Warsh si pasuesin e Jerome Powell në krye të rezervës federale dhe tregje tashmë kanë rikthyer shqetësimet edhe tek një mbyllje mundshme e qeverisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vitin e kaluar, qeveria amerikane qëndroi për plot 43 ditë e mbyllur, duke vendosur një rekord më vete për periudhën e mbylljes së saj. Investitorët presin në fitimet 3 muajore të korporatave ditën e sotme kompani si Novartis, Banco Santander, GlaxoSmithKline, Infineon, Equinor dhe shumë kompanit tjera do të publikojnë fitimet e tyre 3 muajore. Në ecurinë e monedhave, në tregjet monetare ndërkombëtare vjetre, një ndryshim i vogël, dollari amerikan në sesionin e sotëm, euromsakt në raport me dollarin amerikan ka fituar 0.1% të vlerës, këmbehet me 1.1830 dollar, duke rikuperuar në këtë mënyrë humbjet e realizuara në sesionin e kaluar dhe është ngjitur sërish monedha europiane pra nivelit më të lartë në thuajse 4 vitet e fundit. Paundi britanik ka fituar 0.2% të vlerës, kuotohet në 1.3725 dollar mesatarisht. Për ballë frangës, dollari është rritur me 0.1%, këmbehet me 0.7257 franga. Dollari australian është në rritje me 0.21% të vlerës, këmbehet me 0.7037 dollar amerikan, ndërkohë dollari kanadez është rritur lehtë me 0.05%, këmbehet me 0.7334 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari ka fituar 0.26% të vlerës, kuotohet në 156.24 yen mesatarisht. Në sesionin e kaluar, dollari u forcua mëtej në raport me jenin dhe këto fitime i ka zgjeruar edhe në sesionin e sotëm. Ndërkohë në tregun e kriptomonedhave, vijon Bitcoin qëndrojnë në nivele të ulta dhe të paktën në 3 sesionet e fundit ka ndryshuar minimalisht, është tregtuar në intervalin nga 76 deri në 78.000 dollar në ditë e fundit. Nga dita e enjte e deri më sot, Bitcoin ka humbur rreth 16% të vlerës dhe në rënje është po ashtu krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë për shkak kryesisht tensioneve gjeopolitike. Investitorët presin gjithsesi një korektim të tregut të kriptomonedhave, por shqetësimi e fatshkurtër është shansi që qeveria amerikane të mbyllet sërish. Bitcoin aktualisht është rritur me 0.23% të vlerës, kuotohet në 76.338.18 dollar. Ethereum në rënje të lehtë me 0.15%, kuotohet në 2278.53 dollar.
Ripple ka fituar 0.22% të vlerës, kuotohet në $1.6026. Edhe Litecoin është rritur, madje Litecoin realizon fitimet më të mëdha në rritje me 1.02% të vlerës, kuotohet në $60.7 dhe Bitcoin Cash ka humbur 0.17% të vlerës, tregtohet në $529.1 mesatarisht për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë në tregun e naftës, benchmarket kanë një tendencë në rritje të lehtë në sesionin e sotëm pas humbjeve që realizuan më herët gjatë javës. Investitorët vijojnë të jenë fokusuar tek situata gjeopolitike mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Ditën e dieshme, ushtria amerikane ka rrëzuar një dron iranian i cili po i afrohej anijeve aeroplanmbajtëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që janë pozicionuar në gjirin e Hormuzit, një nyje mjaft e rëndësishme në qarkullimin e naftës, por gjithashtu edhe të mallrave në rang global. Investitorët njëkohësisht presin edhe dhënat që do të publikohen më vonë gjatë kësaj jave në Shtetet e Bashkuara mbi rezervat për javën e kaluar. Në sesionin e kaluar, nafta Brent e Londrës dhe nafta bruto amerikane ranë me mbi 4%, humbjet më të mëdha ditore në thuajse 7 javë e fundit dhe njëkohësisht kanë prekur nivelin më të ulët që nga data 26 janar, pra niveli më i ulët në thuajse një javë. Aktualisht Brendi i Londrës tregtohet në $67.51 për fuqi në rritje të lehtë me 0.27% të vlerës. Nafta bruto amerikane është rritur me 0.44% dhe tregtohet në $63.49. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka fituar 0.21% dhe kuotohet shumë pra nivelit të $700 për ton, me eksaktësisht në $699.25 për ton. Përsa i përket ecurisë së tregut të metaleve të çmuara, në sesionin e kaluar, Siari ashtu edhe Argjendis bashkë me Platini realizuan fitime të konsiderueshme dhe këto fitime vijojnë edhe në sesionin e sotëm. Investitorët e cilësojnë së pari si një korektim pas humbjes konsiderueshme që u realizua ditën e premte të javës kaluar, ku Argjendi ra me mbi 30% dhe Ari ra me rreth 10%. Pjesërisht këto humbje janë rikuperuar të hënën dhe të martën, por gjithashtu edhe në sesionin e sotëm. Ari ka fituar 3.4% të vlerës, kuotohet në $5.102.8 për onzë. Argjendi në rritje me 8.07%, është ngjitur pra nivelit mesatar të $90 për onzë, ndërsa Platini ka fituar 5% të vlerës dhe kuotohet në $2.319.5 për onzë. Të treja metalet e çmuara kanë rikuperuar një pjesë të mirë të humbjeve që realizuan për gjatë javës së kaluar, sidomos ditën e premte. Rikthimi i tensioneve gjeopolitike ka bërë që metali i verdh, por edhe Argjendi me Platinin të rikthehen fitimeve dhe shqetësimi kryesor i investitorëve aktualisht është një përshkallëzim i tensionit midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. U duk sikur palët u zbutën, sepse Donald Trump njoftoi fillimin e bisedimeve bërthamore ditën e premte, por në sesionin e kaluar ditën e dieshme pati një incident, u rrëzua një dron iranian i cili po i drejtohej anijeve aeroplanmbajtëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, përsa i përket ecurisë së tregut europian të aksioneve, shumica e bursave qëndrojnë në territor pozitiv, megjithatë investitorët presin zhvillimet gjeopolitike, por edhe fitimet tremujore të korporatave, përveç Novartis, Banco Santander, GlaxoSmithKline, edhe Handelsbanken, Carlsberg, OMV dhe Credit Agricole do të publikojnë fitimet e tyre tremujore për tremujorin e fundit të 2025-ës. Aktualisht, FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 0.25 dhe 0.11%. CAC 40 i Parisit dhe FTSE MIB i Milanos gjithashtu janë rritur me 0.41 dhe 0.34%. Vetëm indeksi zyriut SMI është në rënje të lehtë me 0.24% të vlerës. Ndërkohë, përsa i përket ecurisë të tre indekseve kryesore në Wall Street, në sesionin e kaluar vije tre tendencë në rënje dhe humbjet më të mëdha i realizon Standard & Poor's 500 me 1.43% të vlerës. Dow Jones dhe Nasdaq janë mbyllur në rënje të lehtë me 0.34 dhe 0.84% të vlerës. Frika për mbylljen e qeverisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka bërë që tre indekset të publikojnë humbje në sesionin e kaluar, madje
edhe kontratat futures në sesionin e sotëm sugjerojnë një hapje në rënje të lehtë. Do të shojmë edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku Infineon ka fituar 2.47%, më të BASF, Zalando dhe Brentagja rritur nga 1.74 deri në 2.21% të vlerës. Në anën tjetër, në kompanitë që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, Heidelberg Materials ka rënë me 3.97%, Sartorius, SAP, Rheinmetall dhe Siemens Energy janë rënje nga 0.71 deri në 2.37% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë momente.